Përshëndetje, sapo përfundoi mbledhja e Këshillit të Ministrave, Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit sot kaloi një projekt vendim, i cili është në fakt shumë i rëndësishëm, është një miratim në parim i marrëveshjes për sigurimet shoqërore me Republikën e Polonisë, e cila e çon numrin e marrëveshjeve të nënshkruara nga Republika e Shqipërisë në 17, ku bashkë me marrëveshjen që po firmos me Sloveninë, janë 11 marrëveshje të cilat janë firmosur me vendet e Bashkimit Evropian. Dua të kujtoj këtu që kjo është një politikë e cila prej disa vitesh tashmë ka filluar dhe është intensifikuar nga ana e qeverisë shqiptare, pasi është thelbësore në mbrojtjen e të drejtave të punës dhe në mbrojtjen e të drejtave dhe pagesave që çdo individ mund të marrë në të ardhmen, pasi ka kryer disa vite pune në Republikën e Shqipërisë dhe disa vite pune në një vend tjetër. Ka qenë një problem i cili ndër vite është mbartur. Ne, siç e dini, gjatë vitit të kaluar kemi firmosur dhe ratifikuar marrëveshjen me Italinë, që është më e rëndësishmja, pasi numri i shqiptarëve që punojnë dhe jetojnë në Itali është shumë i lartë. Deri tani janë rreth 20.000 shqiptarë që kanë përfituar nga marrëveshjet që ne kemi firmosur për njohjen e viteve të kontributeve të sigurimeve shoqërore.